përqimin e qeverisë dhe çfarë kanë bërë. Toka tona i kanë sinulishte, kurse ato që na i blenë për 2 lekë i kanë betonizuar, por nuk mund t'i shesin si beton, atëherë shfrytëzojnë ulishtet tona dhe na i kanë marrë. Dhe qeveria e ti dhe ju jep akoma më shumë lekë dhe akoma më shumë investime që ata të na i vjetin. Pra, le të thrasim për të gjithë, por dhe një problem tjetër. Atë në të dëgjoni. Unë mësuese kam ikur në 2017 në Amerikë. Nuk doja të thosha që jam me diasporës, por jam kthyer për para 2 muajsh për fare. Sepse ande lash nënën, në azil dhe më vjen dhe qaj çdo natë. Dhe qaj. Kurse këtu kisha fëmijë dhe erdha për fëmijët. Kam mbetur në mes të oqeanit. 6 herë në vite bëj oqeanin. Dhe qyre të mësvit, as pjeri se meriton. Rama Bull, Berisha Bull! Rama Bull, Berisha Bull! Rama Bull, Berisha Bull! Rama Bull, Berisha Bull! Berisha Bull! Rama Bull, Berisha Bull! Rama Bull, Berisha Bull! Shomërine për Valentina! Shomërine për ty! Bravo, Valentina! Miq, sot diaspora ka ardhur me shumicë këtu. Vajzara Gjermania, djali nga Zvica, e merë të gjithë, nesër më shumë, 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 nesër më shumë. Ai nesse musliman angazhohemi të posjemi thjesht pjesën e protestës, por pjesën e përpjekje më të fortë për ndërtimin e shtëpisë së bashkët. Po nuk I dëgjuat! Po nuk dëgjoni ne! Sot nuk mund t'i mungon të një zëjnë Korqa. Ju fëta qeni! Përshëndetje të gjithëve! Në zonë që më nga fjalla të flasë në para gjithëve. Unë vina Korqa dhe nga po Gradecë. Në qofë se do doja të flisja me gjuhën e patriotëve të mi, gjuhën e tolerancës, Edhe nëse musliman jemi këtu për të përcuar obligimin në cilin na ka vendosur Zoti, për qëndruar në anën e drejtësisë. Feja jo na mëson, mos pajtohemi me padrejtësinë, të mos hestim kur cënojt e drejta, dhe të jemi dëshmitarë të vërtetës me drejtësi dhe përgjegjësinë. Prandaj prania jonë këtu është pjesë një detyrimi moral të mos rrimë më njanë kur preket e mira e përbashkët.
Ne nuk besojmë se protesta në vetvete është zgjidhje plotë për Ma jepe dorëqen, ma jepe dorëqen, ma forte nuk nga të qenë, se ka i përsurën të shi. Ma jepe dorëqen, ma jepe dorëqen. Djali për para e mbylli fjallën me besimin në Zotë, sepse Zoti e ka bekuar të vend. Nuk mund të vazhdojmë për të fundit dhe arsyen më të rëndësishme për të gjithë ato të shmoj që kanë dhënë gjakun dhe gjithçka kanë pasur për të këto. Nëse ne për çdo drejtësie qohemi, do të arrijmë gjithmonë të drejtat tona, edhe sa kohë. Përshëndetje Shqipëri! Shpeshherë sot dhe ditët e kaluara të kësaj proteste kemi dëgjuar për rrugën Shqipëri e re. Rinia jemi ne që do ta bëjmë këtë Prandaj duke falenderuar, duke thënë gjithë kush ka mundësi nesër në 19 në Rjoll, unë do i jepja një urim kësaj qeverie, sidomos kryeministri. Atë që i ke bërë shqiptarëve, ta bëft karma 10 fish. Ju jeni të gjithë të ri, a i uren të rinit, përndër ka i grenia. Shohim parula që flasin për malet e Tibrës. Shohim parula që flasin për padrejtësit e Rjollit. Shohim parula që flasin për zëvjetin, për përvetin. Edhe tani, do të kemi dhe një qytetar nga Tirana, që do të flasin për Tiranën. Trojnë! Unë mendoj se ja kemi të dy poshtë në bekim, vetës, familjes, atëhej, historisë dhe gjithë pobëjton, që këto moment historik të mos e lënë të ndas, ta kuptojnë ju së pari që organizues, që ju keni fituar shumë, po mos e dozhoni se fitoren e keni hapër. Fitoren keni hapër. Roma jepe dorëqen. Roma jepe dorëqen. Roma jepe dorëqen. Roma nuk është më pjesë procesi zhjilës. Ai është problemi zhjilës. Ai është qeveria e tij. Ai është establishmenti i cili ka shtritë. Ma çfarë të dhëmë me targë? Një